Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi është takuar në Bruksel me kryetarin e Komitetit Ushtarak të NATO-s, Giuseppe Cavo Dragone. Lajmin e ka bërë të ditur vetë ministri përmes një postimi në llogarinë zyrtare në Facebook, ndërsa bën të ditur se në fokus të diskutimeve ishin edhe roli i KFOR-it në Kosovë, si dhe projektet strategjike në Shqipëri, kryesisht zhvillimi i bazës ushtarake në Porto Romano. Takimi i rëndësishëm me Giuseppe Cavo Dragone, kryetari i Komitetit Ushtarak të NATO, në funksion të forcimit të dialogut strategjik dhe thellimit të bashkëpunimit të Shqipërisë me aleancën në çdo nivel. Vëmendja e veçantë ndaj Kosovës dhe roli të KFOR-it në garantimin e stabilitetit dhe paqes. Roli strategjik të korridorit 8 dhe zhvillimi i Porto Romanos me mbështetjen e mëtejshme nga aleanca, i rëndësishëm për avancimin e projekteve me rëndësi kombëtare dhe rajonale, thuhet në postimin e ministrit të Mbrojtjes Ermal Nufi. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi gjithashtu ka konfirmuar se Shqipëria mbetet e angazhuar fort në aleancën euroatlantike në funksion të paqes, sigurisë dhe stabilitetit, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë.